partneritetin e fortë strategjik mes Shqipërisë dhe Italisë. Fakti që produkti i mbledhjes së përbashkët të dy qeverive në 13 nëntor të vitit kaluar është pikërisht një marrëveshje me një kuadër kaq të gjerë fushash bashkëpunimi, që fillon nga kujdesi shëndetësor dhe besoj që bijem gjithë dakord që prej vitit 1991 e deri më tani Italia ka qenë një mbështetës jetik në shumë raste nevoja është trajtimi shëndetësor të qytetarëve shqiptar, po ashtu në fushën e energjisë, edhe pse nuk e gjej piklidhje për shqetësimet që unë ngritën, sepse besoj që të gjithë e dim që bashkëpunimi me Italinë në fushën e energjisë lidhet tërësisht me një linjë transmetimi energjie elektrike mes dy vendeve tona, e cila do të ishte një pavarësi e re energjetike për Shqipërinë dhe jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Kosovën apo vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu industria, siguria, mbrojtja, menaxhimi i migracionit, inovacioni, transformimi ekonomik, por unë dua të ndalem tek një risi që për herë të parë pas 35 vitesh kemi një marrëveshje mes dy qeverive tona sa i përket diasporës. Është e mirë pritur prej kohësh nxitja e një marrëveshje në fushën e shkëmbimeve kulturore dhe angazhimeve të diasporës, dhe në këtë marrëveshje, e cila besoj do të marri mbështetjen e të gjithëve, nga të gjitha krahët e kuvendit Shqipërisë, qoftë qeveria e Shqipërisë, qoftë ajo italiane, angazhohen të krijojnë platforma të dedikuara mediatike për komunitetet e diasporës. Nënvizoj këtu që në Itali jeton dhe komuniteti më i madh shqiptar në diasporë, për nga numri, për nga shtrirja, dhe gjej rastin të falenderoj diasporën shqiptare që jeton në Itali dhe për një fakt tjetër që ishin dhe numri më i madh i shqiptarëve që morën pjesë në zgjedhjet e 11 majit, duke votuar për herë të parë dhe duke i dhënë mbështetjen qeverisë sonë për të vijuar reformat integruese në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Më vjen mirë që janë parashikuar kanale televizive digjitale të specializuara që synojnë të forcojnë identitetin kulturor dhe gjuhësor, qoftë diasporës shqiptare që jeton në Itali, por pse jo edhe të një komuniteti në rritje të italianëve që jetojnë në Shqipëri, dhe nuk është një komunitet i vogël. Filloi diku në fillim të viteve 90 si një komunitet investitorësh, si përmarrësish, por tani komuniteti italian që jeton në Shqipëri është një komunitet divers, me student, por dhe me persona të moshës së tretë që kanë zgjedhur që pensionin e tyre ta kalojnë në Shqipëri. Kështu që këtu nuk duhet harrojmë edhe komunitetin arbëresh, i cili është një inspirim i madh për çdo shqiptar. Pas 500 vitesh, arbëreshët të cilët jetojnë në shumë rajone të
Italisë janë një model i shkëlqyer i ruajtjes dhe i promovimit të kulturës së gjuhës shqipe dhe dua të përshëndes vendimin e fundit të qeverisë Meloni, e cila mundsoi në një nga kanalet e transmetimit RAI edhe transmetimet në gjuhën shqipe arbëreshe. Shtuar këtu edhe të gjithë angazhimin ndër vite të qeverisë shqiptare apo të bashkive të Shqipërisë sa i përket kësaj çështje. Më vjen mirë që janë parashikuar edhe fushata ndërgjegjësuese online, edhe strategji në mediat sociale, duke targetuar brezat e rinj të komunitetit shqiptar të diasporës shqiptare në Itali me qëllim promovimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore të historisë të gjuhës. Dhe po ashtu në pjesë e kësaj marrëveshje do ta quaj historike për shkak të fokusit të madh që ka, është sankcionuar dhe përfshirja transmetimin e kanaleve publike në secilën prej vendeve në territorin e palës tjetër, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, pra në farë mënyrë televizioni publik shqiptar apo televizionet tjera kombëtare të kenë mundësi të transmetojnë edhe në Itali apo kanalet RAI të transmetojnë në Shqipëri për të rritur mirëkuptimin e ndërsjellë kulturor sa i përket mësimit të gjuhës, qoftë gjuhës shqipe në Itali apo të gjuhës italiane në Shqipëri, dhe kjo do nxiste ndërveprimin qytetar kulturor mes komuniteteve. Është një model i mirë, një kuadër kaq i gjerë, një marrëveshje. Besoj që bijem gjithë dakord që një prej arritjeve më të rëndësishme në bashkëpunimin mes dy qeverive tona ka qenë dhe përmbyllja dhe firmosja e marrëveshjes dhe hyrja në fuqi e marrëveshjes për njohjen e ndërsjellët të kontributeve të sigurimeve shoqërore. Tani më 500.000 motra vëllezër shqiptar që jetojnë në Itali janë përfitues të asaj marrëveshje, ku gjej rastin ta falenderoj ministrin Hasani, i cili ishte ministri firmëtar i asaj marrëveshje, dhe po ashtu të falenderoj dhe të dy dhomat e Parlamentit Italian për procedurën e përshpejtuar që ndoqën sa i përket ratifikimit. Tani më jemi në fazën e zbatimit marrëveshjes dhe ta nxis qeverinë që në të njëjtën frym dhe model të kësaj marrëveshje kaq të gjerë të punohet edhe me Greqinë, një vend tjetër shumë i rëndësishëm partner strategjik i Shqipërisë, ku jeton po ashtu një komunitet shumë i madh i diasporës shqiptare, për të nxitur edhe në Greqi një mbështetje më të madhe për diasporën tonë që jeton aty, sa i përket ruajtjes së identitetit kulturor, ruajtjes së identitetit gjuhësor dhe krijimit mundësisë së mësimit të gjuhës shqipe në çdo cep ku jetojnë shqiptarët. Mësues për diasporën është një nisje shumë e mirë, filloi me Greqinë dhe do të vazhdojë të shtrihet edhe në vende tjera kudo që jetojnë shqiptarët, sepse besoj që bijem gjithë dakord që me 11 maj 2025 ka nisur një fazë e re e marrëdhënies shumë të fortë që duhet ketë vendi jam Shqipëria me komunitetet shqiptare diasporës kudo nëpër botë. Kështu që zoti kryetar, nderuar antar të këtij komisioni nderuar, besoj që shprehim vlerësimin e gjithëve. Është një marrëveshje e cila gëzon mbështetjen dhe padyshim që roli i kuvendit është të monitorojë dhe të monitorojë zbatimin e kësaj marrëveshje dhe të nxjisë qeverinë që marrëveshje të tilla të
negociohen dhe të firmosen edhe me vende tjera partnere. Unë nënvizova Greqinë, por edhe me vende tjera ku jetojnë dhe punojnë shqiptarët. Faleminderit.